Të njëjtën ora 12, Këshilli Bashkiak pritet të shqyrtojë dhe miratojë buxhetin e vitit 2026, por vetëm pak orë më parë, në orën 18 të së mërkurës, e deleguara Edi Ramos Ogerta Manastirliu ka thirrur këshilltarët bashkiak të majtë në salinë e Partisë Socialiste për të diskutuar pikërisht buxhetin e kryeqytetit. Ky veprim konsiderohet nga shumë si një ndërhyrje drejt për drejt politike në kompetencat e pushtetit vendor, në një kohë kur Manastirliu nuk mban asnjë funksion drejtues në Bashkinë e Tiranës dhe nuk është zgjedhur nga qytetarët si kryebashkiake. Ndërkohë, kryebashkiaku Erion Velia i ka dërguar një letër Këshillit të Bashkisë që të merret mendimi i tij si kryetar përpara votimit. Velia i thotë se buxheti për vitin 2026 duhet të reflektojë prioritet për atë të cilën e kanë votuar qytetarët. Në letër kryebashkiaku Velia i thekson se sipas ligjit, ata duhet marrin mendimin e tij pasi miratimi pa konsultim me kryetarin e zgjedhur përbën devijim nga standardet e qeverisjes vendore dhe pengimi i realizimit të mandatit të tij demokratik. Ogerta Manastirliu u shpall kandidate e Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës pas vendimit të Këshillit Bashkiak për të propozuar shkarkimin e Erion Veliajt. Edhe pse ky propozim u miratua nga Këshilli i Ministrave dhe u hodhën hapat për zgjedhjet parakohshme, gjykata kushtetuese e rrëzoi procesin, duke rikthyer Veliajin në detyrë dhe duke shfuqizuar zgjedhjet. Pavarësisht këtij vendimi, Manastirliu, aktualisht deputete e PS-s, ka vjuar të sillet si kryetare de facto e Bashkisë së Tiranës. Javët e fundit ajo ka marrë pjesë aktive në takimet për buxhetin, ka drejtuar diskutime me qytetarë dhe është prezantuar si figura politike që udhëheq procesin, duke u konfirmuar nga mazhoranca si kandidate në çdo moment që mund të zhvillohen zgjedhje. Por ekspertë të pushtetit vendor e kanë cilësuar këtë situatë si shkelje të hapur të kushtetutës, ligjeve për vetëqeverisjen vendore dhe kartës europiane të vetëqeverisjes vendore. Pavarësisht kritikave dhe pyetjeve publike, Ogerta Manastirliu nuk ka dhënë sqarime se mbi çfarë baze ligjore drejton këto takime dhe ndërhyr në procesin e buxhetimit të Bashkisë së Tiranës.